do të ofrojmë një përmbledhje biografike rreth atij që na e përcjell të këshill, pra rreth Imam Shafiut, Allahu e mëshiroft. Ndonse njihet me këtë llaqab, emrin e vërtet e ka Muhammed bin Idris. Ka lindur në vitin 150 në Gaza, në Palestinë. Ky vit është viti në cilin ka vdekur imami i madh, imami Ebu Hanife, Allah mëshiroft atë dhe të gjithë dietarët musliman. Babai i ka vdekur qysh i vogël dhe e ëma e tij e ka marrë dhe bashkë me të kanë shkuar në Mekë, ku imami ka pasur rastin që të mësoj aty dhe jo vetëm. Ka shkuar dhe ka mësuar edhe në Medinë, edhe në Yemen, edhe në Bagdad. Ka mësuar nga emrat më të njohur të dijeve, siç për shembull në Mekë ka qenë Muslim bin Khalidi, që ka qenë mufti i Mekës në atë kohë, pastaj Fudail ibn Iyadi, i njohur për dijen dhe asketizmin e tij, Sufjan ibn Uyeyne, një det më vetë i dijes. Në Medinë ka marrë mësim nga Imam Maliku, në Yemen nga Mutarrif bin Mazini, ndërsa në Bagdad nga Muhammed bin Haseni. Imam Shafiu është autor i disa librave, në mesin e të cilave edhe libri i famshëm Ar-Risale. Ai ka qenë i njohur për kushtimin në adhurim. Është përmendur nga nxënësi i tij, Rabi bin Sulejmani, se Imam Shafiu natën e ndante në 3 pjesë. Në pjesën e parë shkruante, në pjesën e dytë falej, ndërsa në pjesën e tretë flinte. Pra e ka shfrytzuar kohën në maksimum dhe ka qenë prej atyre që nuk janë dalluar thjesht vetëm për adhurimin, por është dalluar edhe për raportet e mira, korrekte dhe fetare që i ka zhvilluar me të tjerët. Përmendet nga Yunus as-Sadefi se një ditë imami kishte pasur një, se them, debat ose polemik me të dhe siç duket ishin ndarë njëri me tjetrin, ndoshta edhe paksa të zemruar. Pastaj kur ishin takuar, imami i kishte thënë Yunusit: "O Yunus, a nuk duhet që ne të jemi vëllezër edhe nëse një mesele na ndan? A nuk duhet që feja që në ka bashkuar në mbajt të këtil dhe vllazëria jonë të vazhdoj, edhe nëse për një çështje të caktuar unë dhe ti nuk pajtohemi?"